Dhe sot jemi këtu tek ferma. Më tha regjizori që mos i tregoj asnjërit që do bënim xhirime. Unë nuk e di se mund të vjedhësh një ide. Ajo nuk është as send, as vend dhe as skenar. Kush e di sa i duta mund të jenë që mund të vjedhë një ide. Nëse të flas pak për veten, unë jam një njeri që nuk kam frikë nga asgjë. Dhe kur kam qenë i vogël, kam qenë si një luan. Domethënë, si këlush luani. Oh, po këtë shpati. I ka ndej thashun. I kërë ndej. Oro, u thash i ka ndej, jo hajde këtej. Po mirë s'ka gjë, se i ki vetë. Oh, po tire, pse e zverdhur kështu? Apo i ke nga emocionet? Jo më jo e kam nga... E, po në qofë se mban do t'ja ku i ke ferat. Shko bëhe, mbara pun 2 minuta, se shef njeri. Ore, qa thua? A se shef sa i madhe shaj shenja ty? Mua më duke si luan. Jo, mua për vetëm duket si kal. Sa frik pas ke ti. Jo më jo, po thjesht më ka thënë që kur të daje një kafsh, dhe t'i japim rrugën. Edhe unë për vete, se kam frik, po edhe unë mendoj që kafsha meriton privatësinë e vetë. I bim shkurt edhe i bjem ane nga mrapa, mos t'i dalim para kot. Hajde. Ore, sa do përma me jeti? Apo do që të më kapë shumë të pare? Ku shkoni ma? Është këtej rruga për të seti xhirimeve. Çfarë keni? Qeni. Edhe? Po le dhe në shë shumë e një. Aja ka kafshuar? Jo. Aja ka ndjekur? Jo. Atëherë pse keni frikë? Se lera ati, është shumë kërcënuese. Është një shpresë shumë e vjetër se qeni që lehtë nuk të kafshan. Po ti, nuk e frikë? Jo, e janë me mua. Si që shihni, qeni nuk u bëm më i vogël, po ne u bëm më të mëdhenj. Po pra, a i tani duhet si një një. Ne së bashku jemi më të sigurt, më të fortë dhe më të bukur. Ne jemi një ekip i pathyeshëm. Kur ecim ne, tundet lagja. Hajde tani. Dhe jo vetëm lagja.